Mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Uroj që kjo video të gjej sa më mirë. Dua të të uroj gjithashtu për vitin e ri 2026, të uroj shëndet, fat, dashuri, para dhe begati për ty dhe për familjen tënde. Dhe nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk je abonuar akoma, të lutem, kliko të butoni subscribe, abonohu, më ndihmon vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ty. Dhe tani, do të filloj me parashikimin e vitit 2026 për shenjën tënde të binjakëve dhe do ta filloj nga muaji janar, sepse janari fillon me debat, fillon me diskutim për ty, fillon me një zënk të madhe. Do të ndodhë një situatë ku ti do të thuash disa të vërteta që i ke mbajtur për një kohë brenda teje. Kjo është një gjë që ti e ke menduar binjak prej kohësh. Është diçka që ka të bëjë me një ndryshim në familje, ka të bëjë me një ndryshim, njerëz që nuk e pranojnë transformimin tënd, nuk e pranojnë identitetin tënd të ri, planet e tua, nuk bien dakord me ty. Tash është diçka që ti e ke analizuar për gjatë 2025, se ke menduar her pas here, do them këtë, do bëj këtë, është kjo më e mirë apo jo. Do të ndodhë një shpërthim në janar ku ajo e gjitha çfarë ti ke mbajtur brenda vetes do të dalë në sipërfaqe. Mund të jenë gjëra goxha të vështira për të dëgjuar nga pala tjetër, nuk do jetë dakord me ty, po edhe ti do thuash goxha gjëra të rënda. Në fund mund të dalë fjala jote, do të jesh ti personi që do ta thot fjalën e fundit edhe me atë forcën do t'i qëndrosh asaj çfarë ti do, por nuk do të bëj të ndihesh mirë gjithë situata. Ti vetë do dalësh lënduar nga kjo bisedë, pala tjetër po prap do të lëndohet. Përpiqu që edhe pse mund të ndihesh mirë nga fitoria, që shiko se mua më doli fjala ime, unë kam të drejtë, është gjithmonë ashtu siç them unë, ndonjëherë më e mira që mund të bësh është thjesht ta mbyllësh diçka në heshtje, pa lënduar askënd, pa lënduar edhe veten tënde, pa thënë gjëra për të cilat ti mund të pendohesh më vonë, edhe më vonë mund të ketë lënë aq shumë gjurmë se këto do jenë fjalë, ne themi që fjala vret më shumë se plumbi, do të jenë fjalë që do të mbeten dhe do të jetë vështirë t'i kthesh pas. E do të jetë vështirë që kjo situatë me këtë person ose me personat e përfshirë të kthehet në një situatë neutrale apo të shërohesh, ta kalosh si çështje. Prandaj mendoje mirë nëse ja vlen vërtet ky hap dhe me kujdes ndaj këtyre diskutimeve dhe debateve. Shikoj që mund të ndodhë edhe një vjedhje për ty si binjak, është një mesazh specifik, jo çdo binjaku do t'i ndodhë, sepse sigurisht është leximi i përgjithshëm, po kjo energji lidhet edhe me një situatë ku dikush të vjedh, merr diçka prej teje, të gënjen, bën një lloj mashtrimi, prandaj trego kujdes me njerëzit me të cilët punon, me sendet e tua personale, me gjithçka. Energjia e muajit shkurt, pastaj situata do të ndryshojë, do të përmirësohet, ti do fillosh të ndjehesh më shumë vetvetja në shkurt. Shikoj që do të kesh shumë konfidencë tek vetja gjatë kësaj kohe. Do thuash unë mund të bëj gjithçka, unë mund të realizoj çdo gjë. Pjesa e komunikimit, ana jote oratorike do të jetë shumë e mirë në periudhën e shkurtit. Do të ndjesh vërtet që ke këtë aftësinë për të manifestuar, atë aftësinë për të realizuar gjithçka që ti dëshiron, çdo ëndër, çdo plan, çdo dëshirë e jotja, të duket sikur i bën gjërat nga hiçi. Edhe atëherë kur të tjerët mund ta mendojnë të pamundur diçka, ti në shkurt e bën, e realizon. Edhe mund të kesh edhe situata ku njerëzit të pyesin si ka mundësi që e bëre këtë gjë, si ka mundësi që arrite këtë gjë, nga e mësove, nga e nise, si e realizove.
Kjo është energjia e shkurtit, një muaj me shumë potencial, një muaj ku ti ke një konfidencë të jashtëzakonshme dhe një muaj ku diçka që ti ke dashur ta manifestosh prej kohësh bëhet realitet. Kurse në muajin mars, do t'jetë marsi do t'i ngadalsoj gjërat, të shikoj pak në pritje në mars, sepse ke shumë dëshira, ke shumë plane, po nuk di nga t'ja fillosh dhe nuk di nëse është koha më e mirë apo koha më e përshtatshme. Do t'jesh në pritje, do t'jesh, mund të kesh edhe lodhje pak në mars, ngarkesë. Sigurohu që t'jesh me këmbë në tokë. Kjo është një nga gjërat kryesore. Një nga gjërat kryesore që mos të fantazosh jashtë mundësive të tua dhe të bësh aq sa ti ke realisht mundësi. Kur them mundësi, jo vetëm mundësi financiare, por edhe kohë për të dedikuar edhe kohë për të punuar ashtu siç ti dëshiron, sepse ti si binjak ke pak tendencën për t'u shpërndarë në shumë drejtime, për të filluar shumë gjëra njëkohësisht dhe jo të gjitha arrin t'i çosh ti përfundosh me sukses deri në fund. Muaj më pas, muaj prill, do t'jetë një muaj me intensitet të madh. Gjërat do të ziejnë së brëndshmi, do të vlojnë, do të bluajnë, do t'jetë një periudhë ku shumë gjëra, shumë struktura të cilat nuk janë ashtu siç ti i do, ti je gati ti shembësh. Shikoj një situatë rebelimi, shikoj një situatë ku nuk do kesh filtra, sidomos nga data 26 prill, kur kemi Uranin, planetin që lidhet me pjesën e genialitetit, lidhet me pjesën e rebelimit, që futet në shenjën tënde, futet në binjak. Për fat, për fatin tënd të mirë, me datë 24 prill, Afërdita, planeti i dashurisë, i të bukurës, planeti i romancës, planeti që lidhet edhe me paratë dhe mirëqenien, futet në shenjën tënde në binjak nga data 24 prill. Prandaj në këtë periudhë, pra duke qenë se ke edhe Uranin, edhe Afërditën në binjak, kjo i qetëson pak gjërat. Atë pjesën e impulsivitetit tënd të brendshëm, Afrodita i qetëson, nëse dikush të thot diçka, nëse dikush bën diçka ndaj teje ose të ka premtuar një gjë, nuk ta jep në kohën e duhur, ti je gati të shpërthesh, ti je gati të debatosh, ti je gati të japësh fund diçkaje, ti je gati ta kthesh komplet përmbys. Sepse ajo energjia e Uranit lidhet me krizë, lidhet me një periudhë ku ti do individualitetin tënd, e ke shumë të vështirë të qëndrosh në marrëdhënie dashurie, sidomos nëse ka xhelozi, nëse ka posesivitet, nëse ka kontroll, nëse partneri ose partnerja nuk të lejon të jesh vetvetja, e ke gati të pamundur të qëndrosh në një situatë të tillë. Por fatmirësisht kjo energji është e mbledhur së brendshmi, së jashtëmi do dukesh mirë, energjia e Afroditës të bën në këtë periudhë në prill në fund, sidomos të prillit, të ndjesh bukur, mirë, do marrësh më shumë komplimenta, më shumë vëmendje, ana financiare do të jetë më e mirë dhe do të presësh për të rebeluar, për të shpërthyer. Në këtë formë do evitosh shumë probleme për veten tënde. Se pjesa e impulsivitetit që do të keni, tani që keni Uranin në shenjën tuaj, dhe kjo vlen për të gjithë binjakët dhe vlen për ty në mënyrë specifike, duhet ta kontrollosh shumë veten, sepse her pas here do kesh situata gjatë 2026-s, por edhe më tej se zgjat 7 vite Urani në binjak, do kesh momente her pas here ku të vjen ta thuash atë fjalën e fundit parën, edhe kështu krijon armiq, kështu krijon probleme, kështu shkëputesh nga gjëra të cilat mund të jenë shumë të mira për ty. Bëj kujdes, mendoj gjërat mirë, analizo, prit derisa të bindesh për diçka, mos reago në atë impulsivitetin e momentit.
kurse maj do t'jetë një muaj me energji pozitive, një muaj me motivim, një muaj ku ti ndjesh mirë, ndjesh vetvetja, ndjesh më stabil emocionalisht. Nga data 21 maj futemi edhe në sezonin tënd, në sezonin e binjakëve, dhe sigurisht kur je në sezonin tënd je në periudhën më të favorshme të vitit për ty, prandaj kjo është koha për t'i dhënë gaz, për t'i dhënë energji, adrenalin, çfarë planesh ke, çfarë synimesh ke, çfarë gjërash do të realizosh, vendime që janë madhore, vendime që janë të rëndësishme, kjo është koha më e mirë që ti ta marrësh këtë vendim, këtë iniciativë. Plus nga data 17 maj, Mërkuri, planeti që të udhëheq, futet në shenjën tënde, në binjak. Dhe kur Mërkuri është në shenjën tënde, aty pjesa e intelektit, inteligjenca jote, pjesa e komunikimit, kujtesa, fokusi është i jashtëzakonshëm. Është i jashtëzakonshëm, nuk ka njeri si ty, nuk ka njeri që ta del dot me fjalë, nuk ka njeri që i mban mend gjërat ashtu siç ti i mban mend, nuk ka njeri që arrin të bëj aq shumë punë njëkohësisht saç i bën ti. Pjesa e produktivitetit do të jetë në maksimum nga data 17 maj. Prandaj siç të thash, çfarë planesh ke, këto gjërat që ti ke lënë për gjysmë në periudhën e marsit, kjo është koha për t'i përfunduar, për mos pritur më, për t'i dhënë forcë, për t'i dhënë energji dhe për të marrë rezultatet më të mira sepse je edhe në sezonin tënd, prandaj shfrytëzoje në avantazhin tënd, në çfarë është më e mira për ty. Kurse në qershor shikoj një vendim të madh, një rrugë që hapet për ty, një opsion mjaft i mirë, një opsion që ti e ke pritur prej kohësh, diçka që do të t'jap atë konfidencën e nevojshme. Sepse për një kohë të shikoj që ke qenë në pritje. Ke qenë në pritje, por nuk ka qenë një gjë që ka qenë në dorën tënde. Ka qenë diçka, mund të ketë lidhje me situatën këtu, me situatën e Marsit, por është një gjë që ti ke pasur disa opsione e ke pritur. Ke pritur, nuk kanë qenë opsionet më të mira për ty. Mund të jetë një situatë nëse je single ku ke biseduar, ke pas 2 njohje, 2 flirte me 2 persona të ndryshëm, po asnjëri nga këto të dy ose këto të dyja nuk ta kanë mbushur mendjen 100%. Ka thënë, mund të jetë, nuk e di, ka diçka që nuk më bind plotësisht tek asnjëri nga këto persona. Dhe ndodh diçka, ndodh diçka që vjen pikërisht ai person që është ideal për ty si binjak, që ka ato karakteristika që ty të pëlqejnë. Edhe do duket vërtet sikur ke gjetur shpirtin binjak, sikur ke gjetur atë personin ideal me ty, një klik i menjëhershëm, në një përputhje e menjëhershme, një energji që një mirëkuptim që kalon përtej pjesës së tërheqjes fizike, diçka shumë e fortë, shumë më madhore. Dhe do ta dish këtë gjë, shikoj shumë tek pjesa e dashurisë dhe e romancës, po mund të jetë edhe një çështje që ka të bëjë me një situatë pune, ose ka të bëjë me një marrëveshje, ose ka të bëjë me një vendim tjetër që për jetën tënde ato zgjedhje që ke pasur për momentin nuk kanë qenë zgjedhjet më të mira dhe fati, Zoti, universi të sjell diçka që është shumë më e favorshme për ty, që është shumë e begatë për ty, që thua më në fund mu bë dëshira, ëndra ime, plani im u bë realitet ashtu si e doja unë. Ta them këtë gjë sepse me datë 28 qershor kemi edhe Marsin, planetin që lidhet me shpirtin luftarak, me atë energjinë e pasionit, të adrenalinës që futet në shenjën tënde në binjak. Dhe Marsi në binjak të jep edhe ty kurajo, nuk të bën më atë pjesën e ta bëj këtë gjë apo që mund ta kesh zakonisht, që ke këtë pjesën e pavendosmërisë, që i thua të bëj këtë, po sigur të bëj këtë tjetër, po këtë tjetër, po këtë tjetër, në këto dyshimet brenda vetes. Marsi eliminon këtë gjë dhe Marsi thotë jo, kjo është gjëja më e mirë që mund të bësh.
ky është opsioni më i mirë për ty. Hidhu, merre këtë vendim, mos prit. Plus edhe fizikisht në momentin nga data 28 qershor do të kesh shumë energji, do të ndihesh në formë. Kjo është edhe koha më e mirë për të marrë me palestër, me aktivitet fizik për të parë rezultate më të shpejta, rezultate shumë të mira. Po tani le të kalojmë tek koriku, sepse koriku do të jetë një muaj plot dashuri, një muaj plot dashuri, një muaj plot pasion, një muaj me emocione të forta, një muaj që do ta shijosh në maksimum. Edhe nëse ndodh, megjithëse e shikoj si një muaj që shumica e binjakëve do të jenë në lidhje, do të shijojnë një romans shumë pasionante. Po edhe nëse të ndodh që je single gjatë muajit korrik, mund të kesh një flirt, mund të kesh një romancë të shkurtër, diçka që do të jap emocione shumë të bukura, emocione shumë të forta, mund t'ja kalosh shumë mirë edhe në shoqëri, do të jetë një periudhë mjaft e ngarkuar me pasion, me dëshirë, me adrenalin, por kujdes nëse kjo njohje, nëse kjo përfshirje është me dikë që ka energji të fortë ujë, dikë që ka shenjën ascendente ose shenjën e diellit në gafore, në akrep ose në peshk. Sepse në muajin gusht shikoj që mund të ndodhë një zhgënjim për sa i përket pjesës së dashurisë dhe pjesës së romancës, se do të kuptosh që ky person është i dashuruar me idenë e dashurisë, me idenë e romancës, me idenë e fillimit të flirtit, por nuk është një person që do të angazhohet në afatgjatë, nuk është një person që ato gjëra që mund të shes një ëndër të bukur dashurie që do jetojnë bashkë, mund të flas për gjëra që do të krijojë familje dhe të jep një vizion të së ardhmes se si do të jeni ju të dy së bashku, por në fakt ti e kupton që të njëjtën gjë ka bërë edhe me dikë tjetër, apo është një person që flet kështu dhe më pas e kthen, thotë nuk e mbaj mend si kemi diskutuar ndonjëherë këto gjëra, pra do t'ju ndodh një zhgënjim nga ana emocionale. Këtë shikoj kryesisht për binjakët që janë në një moshë të re, nëse jeni nën moshën 30 vjeç e shikoj këtë pjesë, impaktin, këtë situatë tek ju në gusht, nëse jeni nën moshën 30 vjeç këtë zhgënjim. Për të tjerë, nëse krijoni një lidhje me një person që është nën moshën 30 vjeç, një person i ri, mund të ndodhë një situatë e tillë, po mund të jetë për disa binjak edhe nëse keni fëmijë që janë në një moshë adoleshent, ku mund të keni pak frikë ose pak shqetësime në lidhje me anën emocionale të tyre, mund të krijojnë lidhje në gusht, nga një lidhje në një lidhje tjetër, edhe kanë ulje ngritje emocionale që më pas reflektohen edhe në familje ku nuk janë mirë, kanë momente që janë të nervozuar, shpërthyes, ka momente pastaj që mund të jenë më të qetë, një situatë e kësaj natyre nëse keni një fëmijë tash që është në një moshë adoleshence ose në një moshë më të rritur, por që ka energji të fortë ujë, ana emocionale e trazuar. Më pas një ndryshim pozitiv do të ndodh në muajin shtator, ku shtatori do të sjellë një person komplet ndryshe. Nëse je single, je në kërkim të dashurisë, u shkënjeve nga ky flirt, nga kjo romancë, do të njohësh një person në shtator që është komplet e kundërta. Ky person është i pjekur, ky person është i matur, ky person i merr hapat e vendosur, hapat e sigurt. Ky nuk është personi që do të të mbulojë me komplimenta, që do të bëj gjeste romantike që në fillim. Ky nuk është personi që do të jap këtë vëmendjen e madhe që në fillim. Ky është një person që i bën hapa të shumë të kujdesshëm, është një person i qëndrueshëm, por një njerëz që mendon në afat gjatë. Pra, ajo pjesa e flirtit nuk është aq bombastike, nuk është aq intensive, emocionale, shprehse që në fillim,
Po këto hapat që ju do të këto hapa që ky person ka janë kaq të mirë menduara, kaq të kujdesshme sa është ajo energji që ju duhet për t'u stabilizuar, për t'u qetësuar binjak. Edhe mund të ketë energji të fortë toke ky person, shenjën ascendente ose shenjën e diellit në Demë, në Vjergjëresh ose në Bricjap. Nga ana tjetër, muaji shtator është edhe një muaj shumë i mirë për çështje që lidhen me punën, për çështje që lidhen me financat, nga ana ekonomike është një muaj fantastik. Kurse në tetor ju shoh me një stres, ju shikoj me një ankth, ju shikoj me shumë mendime, dhimbje koke, një ngarkesë e fortë. Kjo mund të ndodh për disa, sepse sigurisht është lexim i përgjithshëm, po numër 1 kujdesuni për shëndetin. Kujdes për shëndetin binjak, për veten tënde, për trupin tënd. Më mbaj pjesën e në kontroll depresionin, ankthin, mundohu që t'jesh sa më mirë nëse ke ndonjë shqetësim nga ana shëndetësore trajtoje. Pastaj shikoj si probleme që lidhen me pasiguri tek vetja jote, ti që i mendon e analizon gjërat më shumë se ç'duhet në brenda vetes, diçka që e vuan, në një rast më ekstrem e shikoj në një energji që lidhet me zhgënjimin, me një vuajtje, me një person që diçka e keqe ndodh në familje, me një sëmundje, me një gjë që ka të bëjë me familjen tënde dhe ti merakosësh, shqetësohesh, e mbart këtë pjesën e vuajtjes, këtë pjesën e çfarë trazimit, gjithçka, rrëmujës, gjithçka, kaosit, gjithçka në familje ti e mbart, e vuan. Po ka të bëj edhe me veten tënde, ka të bëj edhe me mendimet që ti vetë këtë pakënaqësinë me jetën, me realitetin tënd. Nëse je single në këtë kohë apo se ke ndarë mendjen akoma për këtë person, mund thuash pse më pëlqen më shumë ky personi toksik, pse më pëlqen më shumë ky personi që më jep gjithë këtë vëmendje, gjithë të përkujdesje në fillim dhe pastaj komplet ndryshon, edhe ndërkohë që është një person tjetër që është shumë herë më i qëndrueshëm dhe unë nuk e pëlqej dhe unë nuk e dua, pse nuk mund të dua këtë personin që është më i qëndrueshëm, që është më besnik, që është më me këmbë në tokë, pse pëlqej më shumë këtë personi tjetër. Pra dilema të brendshme, ngarkesa psikologjike. Shikoj që kjo është një luftë në tetor, një luftë brenda mendjes tënde. Nuk ka të bëjë shumë me realitetin, për disa binjak është një çështje reale në përditshmërinë tënde që ty vërtet të shqetëson, është një gjë e madhe, që thash mund të ketë të bëjë me një shqetësim familjes, me një gjë, po për të tjerë, për shumicën është një dilemë, është një vuajtje, është një luftë e brendshme, shpirtërore dhe psikologjike, diçka që ti e ke brenda teje, që nuk e bër paqe akoma, që nuk e ke ndarë mendjen se çfarë është më e mira për ty. Muaji nëntor do të jetë një muaj ku do të jeni më të qetë, më të balancuar, ju shikoj më tepër të fokusuar tek gjërat praktike të jetës, do ta ktheni, do thoni okay, gjitha këto ide, gjithë këto gjëra janë gjëra që nuk i kontrolloj dot, disa gjëra do ndodhin, do vinë në kohën e duhur, në momentin e duhur, për çfarë të fokusohem tek streset, se streset nuk është se do zgjidhen pse u fokusova aty. Dhe do ta ktheni vëmendjen tek ana praktike e jetës, pra përditshmëria, puna, paguaj faturat, shiko çfarë detyrime shke, karta krediti, borxhe, kredi, detyrimet në familje, kthehu tek gjërat, tek struktura, tek gjërat që ti mund t'i kontrollosh. Dhe situatën në familje shikoj më të qetë, më të ekuilibruar, ti nga ana jote do bësh të pamundurën që mos të mbetet asgjë peng, që thuash okay, unë çfarë kisha në dorë për ta bërë, për ta realizuar, e realizova dhe kjo do të jap atë ndjesinë e qetësisë që ti ke nevojë. Në dhjetor, energjia e gjykimit më tregon që
Do t'jetë shumë mirë, pavarësisht ulje ngritjeve emocionale të shumta të 2026-s, që ta mbyllësh vitin duke mos gjykuar veten tënde në radh të parë binjak, sepse është një rrugtim, askush nuk është perfekt, askush nuk i ka të gjitha përgjigjet, mund të kesh menduar diçka më përpara, është okay të ndryshosh mendim, është okay të ndryshosh plan, është okay të ndryshosh rrugë, është okay të bëhesh pishman edhe të thuash nuk e dua, e kisha me dëshirë të madhe këtë gjë dhe tani nuk e dua më, dua diçka tjetër. E gjitha kjo është okay, ti je në rrugtimin tënd, pra filloje nga mungesa e gjykimit ndaj vetes tënde fillimisht dhe pastaj duke mos gjykuar as të tjerët për jetën e tyre, për zgjedhjet e tyre, për vendimet, për çdo gjë. Në momentin që ti do ta realizosh këtë gjë, do ndjesh një çlirim të jashtëzakonshëm dhe shikoj për ata binjak që do ta kalojnë me sukses sprovën dhe sprovat e ndryshme të 2026-s, fundi i vitit do t'jetë një moment ndriçimi i mendjes ku ti vërtet si person zhvillohesh, si person ke një nivel ndërgjegjësimi shumë herë më të lartë. Mënyra se si e shikon jetën, se si e shikon botën, është komplet ndryshe, është transformuar tek ty. Dhe prandaj nga orakulli i kristaleve, kristali që unë rekomandoj për ju për vitin 2026 është pikërisht akuamarina dhe mesazhi thot përballu me emocionet e tua me kurajo. Diçka është akoma e fshehur. Ka shumë për të zbuluar brenda vetes tënde dhe 2026-ta do të trazoj në nivel subkonscience, 2026-ta do të të bëj që të reflektosh, të shikosh shumë brenda vetes, prandaj akuamarina është një nga ato kristale që të ndihmon shumë në këtë aspekt, të jep qetësi, balancim emocional, është një kristal shumë i bukur, është një kristal që lidhet me të nënvetdijshmen, të mbron, është një kristal gjithashtu që ndikon tek pjesa e zhvillimit të intuitës, tek pjesa e komunikimit që ti të flasësh qartë, që ti të shprehësh ndjenjat, emocionet e tua. Prandaj, nëse po mendon për akuamarinën është mirë që ta kesh në trup. Pra nëse ti dëshiron një unaz me akuamarinë, varse, byzylyk, vath, të cilësisë më të lartë, bizhuterit mund t'i porosisësh direkt nga website-i im, futu sepse ka gjëra shumë të bukura. Nëse do të mësosh të lexosh vetë tarot, këto letra që unë po përdor gjatë kësaj video janë tarot e para shqiptare dhe letrat e orakullit. Të dyja pakot e letrave sigurisht vijnë edhe me librin përkatës që shpjegon se si mund t'i lexosh vetë tarot dhe letrat e orakullit. Nëse ke interes, do të mësosh, mund t'i porosisësh të dyja pakot nga website-i im, mund t'i porosisësh edhe në Etsy dhe në Amazon.com. Dhe gjithashtu nëse do të rezervosh një lexim privat me mua, do të dish për një pyetje të caktuar, do të bësh leximin e hartës tënde astrologjike, do të bësh një lexim vjetor që është shumë herë më i detajuar, nëse do një lexim personal, privat për ty bazuar tek energjia jote dhe të dhënat e tua. Është një leximi vjetor shumë i gjatë, 1 orë e 15 minuta për gjithë muajt e 2026-s, plus edhe datat specifike për ty se ku duhet fokusohesh gjatë secilës periudhë. Të gjitha këto mund t'i rezervosh dhe t'i porosisësh direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjen këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Të falenderoj shumë që më ndoqe, të uroj gjithë të mirat dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Mirupafshim!